mbrëma dhe mirë se vini në një tjetër episod të Shqipëria Europiane. Sot do të ndalemi të një ndër hallkat më të rëndësishme të një procesi adaptiv që në fakt kemi cilësuar dhe kemi trajtuar javë pas jave. Do ndalemi sot te infrastruktura, tek një tjetër element që ndikon në mënyrë direkte këtë proces. Sa kritike dhe sa vendimtare është infrastruktura për mbylljen e kapitujve të BE-s. Do të kemi pas pak në studio analistin e ekonomisë Fatos Shoçoli, i cili do na sjell një perspektivë dhe një analizë të qartë për sa i përket kësaj hallke kaq të rëndësishme dhe të gjithë pjesës së zhvillimit të infrastrukturës. Si fillim do ndjekim insertin dhe do rikthehemi pas pak. Shqipëria po futet në një epokë të re infrastrukturore ku portet, hekurudhat dhe korridoret nuk janë më thjesht projekte ndërtimi, por pjesë e një arkitekture të madhe europiane që ripërcakton rolin e vendit në hartën ekonomike dhe gjeopolitike të rajonit. Për herë të parë pas shumë dekada, zhvillimet nuk janë të fragmentuara, ato lidhen mes tyre në një zinxhir logjistik që nis në Porto Romano, kalon në hekurudhën Durrës-Rogozhin, shtrihet përgjatë korridorit të 8 drejt Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë dhe kërkon një dalje veriore drejt malit të Zi përmes hekurudhës Vor-Hanihotit, duke u integruar drejt për drejt në rrjetin paneuropian TEN-T. Ajo që po ndërtohet në Shqipëri nuk është thjesht infrastrukturë fizike, është një konfigurim i ri i vendit në sistemin e qarkullimit të mallrave, njerëzve, energjisë dhe sigurisë. Thelbi i këtij transformimi nis në Porto Romano, ku qeveria shqiptare ka miratuar zhvendosjen e portit tregtar të Durrësit dhe ndërtimin e një kompleksi të ri logjistik dhe portual, i cili nga BE-ja është parashikuar si pjesë e rrjetit kryesor të transportit evropian. Kjo zonë që sot përdoret si terminal hidrokarburesh do të kthehet në portin më të madh të Shqipërisë për mallra me kapacitetet standardeve bashkëkohore dhe për herë të parë me një komponent të qartë ushtarak, pasi NATO ka konfirmuar mbështetjen për ngritjen atje të një baze detare që do të shërbejë për mobilitet dhe operacionin e Adriatik. Ky kombinim civil-ushtarak rrit ndjeshëm peshën strategjike të vendit sepse e vendos Shqipërinë në një pozitë ku qarkullimi i mallrave dhe lëvizshmëria ushtarake ndërthuren në të njëjtën pikë gjeografike. Megjithatë, portet nuk fitojnë vlerë nga vetmia e tyre, por nga aftësia për të lidhur territore dhe tregje. Dhe pikërisht këtu hyn hekurudha. Komisioni Evropian e ka theksuar disa herë se hekurudha Durrës-Rogozhin e financuar me grant të madh nga BE-ja përmes WBF, është segmenti më kritik i korridorit të 8 në territorin shqiptar, sepse lidhet me portin dhe hap korridorin lindor drejt Maqedonisë së Veriut. Hekurudha është elementi që e faktorizon portin, ajo e ul koston e transportit, e stabilizon kohën e qarkullimit të mallrave, rrit saktësinë e zinxhirit të furnizimit dhe i jep portit funksion të vërtet ndërkontinental. Pa të, Shqipëria do të mbetej një pikë shkarkimi, me të vendi bëhet një nyje tranziti dhe përpunimi në të njëjtën kohë. Korridori 8, i cili prej më shumë se një dekade figuron si prioriteti kryesor i zgjerimit të TEN-T në Ballkan, është korridori që synon të lidhë Adriatikun me detin e Zi përmes Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Për Shqipërinë, ky korridor nuk është thjesht një itinerar hekurudhor, ai është boshti ekonomik që i lejon vendit të mos kufizohet më në rolin e një tregu të vogël 2-3 milionësh, por të zhndrohet në portën hyrëse të një tregu shumë më të gjerë ballkanik me 15 apo 20 milion konsumatorë. Ky është ndryshimi konceptual që e ngre peshën e vendit në arenën ndërkombëtare. Shqipëria nuk shihet më si periferi, por si hyrje. Por që ky rol të jetë i plot, lidhja lindje perëndim nuk mjafton. Linja Vor-Hanihotit e financuar me mbështetjen e BE-s dhe Bergzhit, e cila lidh Shqipërinë me malin e Zi dhe mëtej me Serbinë, Hungarinë dhe qendrën europiane, është aksi tjetër thelbësor që e kthen vendin në pjesë të një rrjeti kontinental. Së bashku, Durrës-Rogozhin dhe Vor-Hanihotit janë si dy shina që e japin integrimin e plot, njëra e lidh Shqipërinë me lindjen, tjetra me veriun dhe perëndimin. Vlera ekonomike nuk qëndron vetëm te secila veçmas, por te bashkimi i tyre, sepse rrjeti i plot krijon lëvizje, ndërsa segmentet e vetme thjesht dëshmojnë vullnet. Të gjitha këto projekte, porti, hekurudhat, korridoret, sjellin pasoja të drejtpërdrejta ekonomike. Rënja e kostos së transportit, stabilizimi i orareve të qarkullimit, rritja e sigurisë së furnizimit dhe mundësia për të krijuar përpunim industrial në vend e kthejnë Shqipërinë nga konsumator në prodhues më konkurrues.
Kompanitë eksportuese përfitojnë më shumë se kushdo sepse logjistika është një nga komponentët kryesor të çmimit produktit. Një vend që lëviz shpejt dhe lirë prodhon më lirë. Një vend që lidhet drejt me rrjetin evropian eksporton më shumë. Por për te ekonomisë është dimensioni gjeopolitik që ndryshon lojën. Me Porto Romanon të lidhur me Ekurudhën dhe me kufirin, Shqipëria bëhet pjesë aktive e artimit të rregullave të qarkullimit rajonal, tarifat, procedurat doganore të armonizuara, standardet e tranzitit dhe qasja në mekanizmat EBS për mobilitetin ushtarak. Kjo është arsyeja pse NATO e konsideron Port Ekurudh kufi një infrastrukturë kritike për mobilitetin e trupave dhe pajisjeve në Europën juglindore. Në një kohë kur siguria e zinxhirit furnizimeve është bërë temë kryesore në të gjithë kontinentin, roli i një porte të sigurt dhe një Ekurudhe të parashikueshme rrin ndjeshëm peshën e Shqipërisë në sy të aleatëve. Në këtë kuptim, integrimi infrastrukturor i Shqipërisë me BE-n nuk është vetëm fizik, është ekonomik, institucional dhe gjeopolitik. Ai e zhndron vendin në një nyje të zinxhirit furnizimit evropian dhe i jep atij një rol që deri më tani nuk ka ekzistuar, të jetë pikë hyrëse, pikë lidhjeje dhe pikë përpunimi në të njëjtën kohë. Kjo është historia e një vendi që përmes korridoreve dhe hekurudhave po largohet nga periferia dhe po gjen më në fund vendin e tij në qarkullimin e madh evropian. Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç u thash edhe pak më parë, na është bashkuar në studion e Shqipëria Europiane eksperti ekonomist Fatos Çoçoli për të na sjellë një perspektivë analitike, por edhe një këndvështrim të qartë për të gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit që më ftove. Vlerësoj shumë këtë emision, është një nga emisionet që kemi nevojë zakonisht të gjithë ne si shqiptar, dhe të lumë që po e bën me shumë cilësi. Të falenderoj për fjalët e bukura. Në fakt është një ndër bisedat më komode që unë kam patur, absolutisht edhe duke mos nënvlerësuar këtu edhe cilësinë e gjithë ftuarëve të tjerë, por ndihemi si në shtëpi, duke ju referuar edhe raportit cilësor të gjitha programacioneve dhe kontributit që ju keni dhënë në televizionin Skan. Faleminderit. Doja ta nisja më një herë duke ju referuar temës që ne kemi përzgjedhur për ditën e sotme. Shpesh herë javë pas jave ne këtu kemi folur për biznesin, për hallka të rëndësishme të gjithë strukturës që përbëjnë të gjithë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Sot kemi zgjedhur të flasim për infrastrukturën dhe për rëndësinë që ai ka në këtë proces. Do doja të dija gjykimin tuaj se sa i rëndësishëm dhe deri në çfarë mase mbetet vendimtar infrastruktura për integrimin në Bashkimin Evropian, duke referuar këtu mjedisit, infrastrukturës, por edhe energjisë. Do të thoja që është përcaktuese. E the shumë bukur, po, është vendimtare. Pse? Sepse Bashkimi Evropian kërkon që për çdo vend që po e qas afër, që po thotë që ti po fillon ta meritosh që ti je pjesë e familjes së madhe të zhvilluar europiane, në radhë të parë qasja, pra mënyra se si qytetarët e Bashkimit Evropian shkojnë në këtë vend, të jetë sa më lehtë. Ajo që quhet aksesi në këtë vend. Cili është aksesi? Dhe të jetë me të drejtë që është pikërisht kjo infrastruktura digjitale, sepse në radhë të parë sot ne vendin e punës e kemi këtë celular inteligjent. Aty komunikojmë. Duhet se s'bën të jetë interneti gjerë. Infrastruktura e telekomunikimit. Ne dim që nga 1 janari do të jetë roamingu me 0 kosto, edhe për qytetarët tanë. Bashkimi Evropian është shumë interesuar që kjo lloj infrastrukture të funksionojë mirë. Në radhë të dytë, është infrastruktura që quhet fizike, dhe aty kemi infrastrukturën rrugore, që është ndoshta kryesore e kryesoreve, sidomos për rastin ton, kemi infrastrukturën detare përmes porteve, lëvizjeve përmes porteve, përmes anijeve të ndryshme që transportojnë ose madhra, ose makina, ose vetë njerëzit, dhe përmes hekurudhave. Tek ne hekurudhat për fat keq gjatë gjithë periudhës së mëparshme, asnjë nga qeveritë e mëparshme nuk u interesua shumë për këtë strukturë, kanë filluar me 2-3 projekte shumë të rëndësishme, njëri urojmë që të na mbarojë vitin e ardhshëm. Kështu që gjykoj se kjo është infrastruktura e tretë kryesore për Bashkimin Evropian që të filloj të mendoj që edhe mund të mbyllen shpejt, urojmë shpejt, kapitull që kanë të bëjnë me transportin. Infrastruktura e tretë, do me thënë kryesore, që edhe e përmenda, është pikërisht ajo e kurudhore, tek ne kemi projekte shumë cilësore dhe njëkohësisht që pretendojnë për më tepër. Pretendojmë që neve të jemi ai hap, ajo qendër
në to tre lloj infrastrukturash të transportit, të qasjes, të bashkimit të njerëzve, por edhe të shërbimeve dhe mallrave, sa më shpejt i tjetër mundi. Fatos, kemi ne një aspekt prioritar për sa i përket kësaj renditje që bëre, pra janë më të rëndësishme korridoret rrugore, transporti hekurudhor, ajdetar. Po, dhe ajdetar. Pra cili është aspekti ynë prioritar? Tek dotoja që janë të treja. Nuk mund ta nashkalosh. Nuk mund të thuash që shiko rrugë, prisni ju se boll ju ndërtova dhe të filloj tash me ekurullat, meqense ekurullat kanë një, si thua, prapambetje ose mos kokçarje, apo ta quajmë ndryshe jo përqendrim të periudhave të mëparshme të qeverisjes sonë. Kështu që të treja kanë rëndësinë e tyre dhe është shumë e rëndësishme që të treja të ecin paralel me njëra tjetrën të sepse nëse flasim për shembull për korridorin 8, ne kemi 2 korridore kryesore të vendit tonë. Është korridori blu që ka të bëjë me turizmin, ka të bëjë me aksesin nga veriu në jug, është korridori 8 nga lindja në perëndim dhe nga perëndimi në lindje, dhe ky korridor pastaj ndoshta do të jetë akoma dhe më i rëndësishëm se sa ai bluja, sepse bluja është duke u ndërtuar, po plotësohet. Korridori 8 do të jetë shumë i rëndësishëm jo vetëm si rrugor energjetik, mos harrojmë korridoret energjetike, lidhjen energjetike dhe hekurudhor. Kështu që gjykoj se të treja së bashku, llojet e transportit, detar, hekurudhor, rrugor, kanë rëndësinë që të zhvillohen në të njëjtën kohë. Ne nuk mund t'ia falim vetes të themi nuk po bëjmë shumë rrugë, do përqendrohemi vetëm ke hekurudhat, për portin, Porto Romanon, të provojmë na vjen s'na vin, jo. Të treja së bashku duhen zhvilluar. Vetëm kështu ne bëhemi të denjë për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian që flasim, të treja korridoret, të tre këto segment, i ka zhvilluar gati në perfekcion. Ka ndoshta më shumë se 3-4 dekada që po e bën këtë, dhe ai të shef, të vlerëson në rast se ti të treja je njësoj i përqendruar dhe po investon. Dhe me që përmendëm perfeksionin për të bërë një analizë në rendin kualitativ, le të themi, a mendon që aktualisht nëse do bënim një analizë më specifike, Shqipëria është në standardin e TEN-T që premton dhe që është aktualisht Bashkimi Evropian? Kjo është pyetje shumë e bukur, të falenderoj që më bërë. Pra, sepse gjithnjë ne themi që rrugët tona, për shkak të prapambetjes që të shkëlqyuam, janë me probleme, për fat të mirë nuk kemi më gropa nga ato gropat e mëdha që ishin mësuar me tranzicionin ton të vështirë, por në 4-5 vitet e fundit sidomos, mund të them edhe 5 deri në 6 vitet e fundit, kemi rrugë cilësore. Flasim për shembull për bypassin e Firit. Është një rrugë moderne, në çfarëdo lloj vendi të Bashkimit Evropian, të shikosh, si thua, kalimi nga një qytet në një qytet tjetër të rëndësishëm, duke mos i rënë mes përmes, që është pikërisht ideja dhe logjika e bypasseve, është njësoj si në qytetet më të mëdha të Italisë fqinje, apo edhe të vendet tjera, Greqisë, vendet të shpilluara të Bashkimit Evropian. Kështu që gjykoj se rrugët e ndërtuara gjatë 4-5 viteve të fundit sidomos kanë standardet e pranueshme për TEN-T, pra për rrjetin e madh rrugor, por jo vetëm, të Bashkimit Evropian. Pra, në masë, ne sa larg jemi kësaj infrastrukture që ne duhet ta ndërtojmë, do shta ndër vite, por a jemi në një rend progresiv ne për ta patur sa më shpejt, duke qenë se ne jemi më afër se kur 2030. Shumë e drejtë. Bëri një pyetje tamam me, domethënë, stilin e një gazetare që thellohet me gjërat. Pra, çfarë më the? The që praktikisht neve kemi arritur masën e dur të domosdoshme të cilësisë së rrugëve tona, në mënyrë që Bashkimi Evropian të jetë i qetë. Se që ka një moderim është absolutisht është i jetueshëm dhe i parë nga sytë të gjithëve. Po, por ama Bashkimi Evropian edhe për 100 kilometra ka disa tregues standarde që nëse është rrugë për shembull fushore, duhet të kesh një kod caktuar që ti përshkruash ato 100 kilometra. Kudo në Bashkimin Evropian standardi i dur i rrugëve të rrjetit TEN-T. Dhe neve e kemi arritur këtë standard? Jo, jemi duke progresuar, prandaj të falenderoj edhe për këtë pyetje. Jemi duke përmirësuar këtë standard. Çdo rrugë të re që tenderojmë, çdo rrugë të re që e bëjmë edhe me fondet e Bashkimit Evropian, apo e bëjmë edhe me formulën e rrugës paralele që do të ketë një kostos, siç ka në çdo vend të Bashkimit Evropian, ne e bëjmë me standardet e TEN-T-s. Pra, qeveria, strukturat tona tenderuese përpiqen që të kapim standardet e TEN-T-s, sepse në rast se do të harxojmë para sot pa kapur këto standarde, është si të shkosh kundër rrjedhës. Ne duam të antarësohemi sa më shpejt, i përmende edhe objektivin vitin 2030.
vjen, nuk është shumë larg, duket sikur janë 5 vite larg, por jo dhe aq larg. Prandaj sot që po flasim, kjo përqindje nëse mund të flasim që për shembull korridori blu apo korridori i 8 sot standardet i përmbush le të themi në 50-55% të strukturës së tij. Ne po shikojmë që korridorin blu ta kemi ndoshta edhe në 70-80% në 2 vitet e ardhshme, pra shumë shpejt, me të gjitha tenderat dhe me të gjithë segmentet e korridorit blu që janë tenderuar dhe janë tashmë ose në punë sipër. Ne dim për shembull që po zgjerohet autostrada kryesore, arteri kryesor që çon në zemrën e vendit, në boshtin Tiranë-Durrës, por ka edhe shumë segmente të tjera Klegja. Dhe kjo na bën optimist që brenda 2 vjetësh ne mund të arrijmë në një standard 70-75, uroj edhe 80% të nivelit të rrugëve të rrjetit TEN-T jashtë nesh. Në kuadër të rekviziteve ose për të arritur tempizmin në kohë që duhet, ndoshta, a do ketë një fokus më të lartë tek hapësirat që janë më reduktive, në këtë rast mund të përmendim korridorin hekurudhor, i cili ndoshta si nga ana e infrastrukturës është më pak ka një rend investimi më të reduktuar se sa i përket pjesës tjetër të infrastrukturës? As që diskutohet. Ne jemi me standardin, nuk po them zero, por e kemi shumë të ullët për sa i përket hekurudhave tona sot. Do fillojmë ta përmisojmë me hekurudhën që urojmë që vitin e ardhshëm të mbarojë, që është pikërisht po, Tiranë-Rinas-Durrës, dhe këtu fillojmë, por kemi nisur praktikisht nga zero. Kjo është arsyeja pse edhe vetë Bashkimi Evropian nuk mund të thotë, se nuk e ke siç i ke rrugët, ke 50-55% e standardeve që unë dua. Dhe që po të kërkoj që të bësh 45% tjetër. Të një korridori apo të korridori tjetër që po, sepse po bëhet shumë punime të rëndësishme, ka shumë segmente edhe në korridorin e 8. Korridori 8 është realisht Klegja e ardhme, sepse jemi shumë dakord që me turizm, me korridorin blu, neve e afrojmë qasjen e turistëve. Por zhvillimi i vërtet, vlera e vërtet e shtuar e vendit tonë do të vi përmes korridorit 8. Aty neve do të çojmë malla dhe shërbime nga Italia e fqinje, nga tregu i jashtëzakonshëm i Bashkimit Evropian, vendeve perëndimore, ku në Maqedoninë e Veriut, në Bullgari e mëtej. Me që jemi të korridori 8, në gjykimin tuaj, është më shumë një projekt ekonomik apo një korridor i NATO-s? Si mund të ndajmë këtë linjë? Më lejo të them që janë të dyja. Pra si ajo përgjigja e pyetjes në cilin aspekt njëra dhe në cilin tjetra, për ta përshkallëzuar më qartësisht? Shumë e drejtë. Pra janë të dyja në lojë, apo në tavë, ta quajmë kështu siç e themi ne, në mënyrën e të folurit popullor. Pra, NATO ka interes strategjik që e gjithë arteria, jo vetëm rrugore, por edhe e kurudhore, e korridorit 8 të zhvillohet, sepse rreziku i NATO-s i vjen nga lindja. Dhe pikërisht lidhja mes porteve kryesore, rrugëve kryesore të Italisë, të vendeve anëtare të NATO-s që janë në Bashkimin Evropian. Sa më shpejt i jetë mundur me çfarë? Me portet, me qendrat kryesore në Bullgari, në Rumani, përmes Maqedonisë Veriut, përmes Shqipërisë deri në Itali, që është pikërisht korridori 8, intereson NATO-s. Në rast të një sulmi të mundshëm, Aleanca mendon si të transportojë sa më shpejt materialet e saj, për shembull, në Varna, në Bullgari, në portin kryesor. Ky është edhe roli strategjik ndoshta i Shqipërisë në raport me korridoret e NATO-s. Në momentin kur qeveria jon i tha forcave të NATO-s që shiko, ne po ndërtojmë një port të ri në Porto Romano, a jeni dhe ju të interesuar të keni një pjesë si port ushtarak brenda këtij projekti tonë? Ne dim që NATO është e interesuar. Kështu që gjykoj se interesi është i dyanshëm, edhe i vendit tonë për të zhvilluar, por edhe i strukturës së NATO-s që ky korridor të bëhet sa më shpejt, të bëhet me cilësinë që kërkon Bashkimi Evropian, dhe aty ne do kemi shumë përfitime, jo vetëm të sigurisë ushtarake, që është krahu i NATO-s dhe interesi i NATO-s, por edhe të asaj që Shqipëria do bëhet realisht një qendër nevralgjike. Pra, në gjykimin tuaj do ketë edhe një ripozicionim, le të themi, ose një ndryshim në hardën logjistike të Europës për sa i përket vendit tonë pas këtij projekti kaq të madh. Gjykoj se po, sepse potenciali zhvillues, qoftë i Rumanisë, qoftë i Bullgarisë, qoftë edhe i Maqedonisë së Veriut, që është në mes të kufirit mes nesh, është i jashtëzakonshëm. Kështu që
sa më shumë ky korridor të jetë gati dhe efektiv, sa më shpejt jetë e mundur, aq më mirë zhvillohet ky krah lindor i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Mos harrojmë, ky është krahu lindor i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian. Dhe qoftë Brukseli, qoftë NATO janë të interesuar që to korridore rrugore, to korridore edhe energjetike, mos e harrojmë, energjitia. Pa energji nuk bëhet lufta moderne e sotme. Kështu që mbrojtja nuk sigurohet pa energjinë e mjaftueshme. Prandaj edhe korridori energjetik është korridori i tetë. Kështu që neve shikojmë jo vetëm lidhjen rrugore, jo vetëm lidhjen portuale dhe kurudore, por edhe ato energjetike. Me këtë projekt kaq të madh sigurisht që mund të sjell edhe një aspekt zhvillimi për sa i përket Shqipërisë, jo vetëm në rolin që do ketë ajo në raport me ndërkombëtarët, por ka një anë tjetër të medaljes e cila rri jashtë debatit publik. Kemi ne një kosto për sa i përket këtij projekti, zhvillimit të këtij projekti? Si në çdo aspekt tjetër. Kosto është aty dhe ne duhet të jemi krejtësisht të mirë kuptuar me njëri tjetrin për ka një kosto, integrimi ka një kosto. Mendohet, disa të dhëna të para janë që janë në nivele miliarda euro dhe është e natyrshme. Për të gjithë biznesin tonë, biznesi duhet jetë shumë Klegja i vetëdijshëm, që të arrijë standardet e BE-s nuk është kollaj. Ata që e kanë arritur, që sot po bëjnë qendrat e biznesit, zonat e lira ekonomike pranë aeroportit të Rinas, si që ne e dimë, është ndruar tashme në një aeroport rajonal me vlerë të veçantë. Në Rinas sot vinë nga Maqedonia e Veriut, nga Mali i Zi, nga Kosova po, për të udhëtuar. Pra, e gjithë ky është ndërim, neve na shërben. Por ama që të vinë sa më shumë në Rinas, ne duhet kemi korridorin e tetë sa më shpejt të ndërtuar efektiv. Kjo është arsyeja pse për ne tani kostot janë aty, por nuk duhet të na trembin Klegja. Kostot janë. Asnjë vend nuk është kaq entuziast për integrimin evropian sa ne. Ndërkohë, kostot duket sikur njerëzit i harrojnë ose thonë, ore po prit se më kushtoi kjo për të marrë filan standard edhe për të eksportuar në Itali në fqinje. Unë në memorien le themi në ato çfarë shfaqet në media, edhe italianët kishin të njëjtën, unë kam qenë ndoshta më e vogël, por në çfarë u pasqyrua më pas në për dokumentare dhe zëra që vinin, sigurisht kanë patur në të njëjtin rend entuziazmi për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian. Por më pas jura rrugës. Por më pas kostoja që duhet të paguaj biznesi i vogël dhe që pati një impakt të madh në gjithë ekonominë e tregut, bëri që ky entuziazëm të reduktohej. Ne duke shpresuar që të jemi në një fazë më të mirë dhe me një zhgënjim më të reduktuar, do doja të ndalesha tek rajoni, sepse ndoshta paralelizmi është më korrekt. Për sa i përket ndoshta Kroacisë, edhe pse është një ndër vendet e fundit që është integruar. Zhvillimi që ka patur atje, ka patur një balancë mes eksporteve, të cilat u rritën, por edhe një pjesë e mirë rreth diku tek 60% e bizneseve falimentuan. Kjo bëri që të ketë një balancë, por edhe njerëzit, po atje qytetarët patën një rend, le themi, zhgënjimit të lartë. Si impakton kjo ekonominë tonë, duke referuar fakti që një pjesë e mirë e hallkave tona ekonomike nga i cili është ndërtuar sistemi jonë, duke futur këtu edhe bujqësinë, edhe biznesin e vogël, përgjithsisht janë në një rend autogestional. Dhe çfarë kërkon është që ne, për të arritur standardet e Bashkimit Evropian, duhet që të ketë struktura më të mirë ndërtuara. Si do ta impaktojë kjo, sepse është një tjetër rend infrastrukturor i bërë nga një kat tjetër? Shumë e drejtë, faleminderit edhe për këtë pyetje Klegja, por nuk kemi të shumbasim. Në kuptimin që sa më larg të jemi familjes së madhe europiane, aq më e madhe është kostoja për ne. Aq më e madhe është kostoja jonë. Sa më afër të jemi, pavarësisht kostove të afrimit, është si ai kushuriri i varfër që do të veshë një kostum të mirë për të paraqitur në banketin e fund vitit të familjes së madhe të kushurive të vetë më të pasur. Ai nuk do të shikoj që kostumi i ri kushton 100, 200, 500 euro. Ai ka nevojë të paraqitet atje. Pse? Se në momentin që ulet në atë tryezë, ai e di që do marrë një ofertë për punësim, për fëmijët e tij, e di që do të marrë një mundësi për të ndihmuar që arsimi apo strukturat e tjera, infrastruktura për cilën është kryetema e bisedës tonë sot, do të ndihmojnë. Prandaj për ne kostot realisht, edhe pse janë të mëdha, janë sfiduese, duhet të jenë, si thua, ajo shqetësimi që duhet ta kemi gjithnjë, por ama përfitimet
i kalojnë këto kosto. Dhe ne dim gjithë, prandaj edhe qytetarët tanë, sa e që dëgjojnë që u hapën për shembull të gjitha kapitujt, dakord, sepse mbyllja është kryesore, por ama dihen mirë. Nuk ke një njeri të vetëm që të dalin në rrugë dhe thotë nuk jam kundër integrimit. Nuk jam që të afrohem sa më shumë me Italinë fqinje, që është një nga vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, apo me Brukselin, me gjitha strukturat e Bashkimit Evropian. Kështu që jemi vërtet vendi më entuziast në botë për integrimin në Bashkimin Evropian, le ta mbajmë kështu me gjithë kostot. Por ama sa më shumë të përgatitur jemi, aq më pak do të vuajmë siç vuajti edhe Kroati. Kroati mbahet mend si një shembull plegja i mirë i parafrimit me Bashkimin Evropian me standardet dhe i arritjes antarësimit të plot brenda një periudhe rreth 7 vjet. Për të bërë një paralelizëm, po me që jemi tek Kroacia, por edhe me vendet e tjera të rajonit, dhe për të qëndruar tek kryetema e bisedës së sotme, në rend infrastrukturor, si qëndrojmë ne duke referuar fazës për preparative për integrimin në Bashkimin Evropian? Ku gjendemi ne? Jemi një hap më të zhvilluar, jemi një hap më pas? Ne jemi jo në mes të rrugës, do të thoja, por jemi në një pikë që po avancojmë. Po avancojmë dhe kjo avancim po njifet dhe prej tyre. Sepse nuk ta kanë për, do më thënë, nuk është se ndruen prej nesh. Të gjitha ta që vinë nga Brukseli, nga qeveria e Bashkimit Evropian, që është Komisioni Evropian, gjithë profesusit, duke filluar nga ministrat që quajmë kështu e zgjerimit, zonja Kose, duke vazhduar me të gjithë të tjerat, që tonë që jeni mirë, po ecni shpejt. Ata e tonë sepse janë vërtet objektiv dhe shikojnë dhe u bëhet qefi. Një lloj siç po ecën mirë edhe fqinjin i afërt të Malizi. Kështu që ne jemi të dy situash nxënësit më të mirë të asaj klase që është 5-qa apo 6-qa e vendeve kandidate për në Bashkimin Evropian ose aspiruese, siç është Kosova dhe siç është edhe Bosnia e Hercegovina. Kështu që gjykoj se po eci mirë, ritmi i ecjes son është premtues, por ama sfidat kryesore i kemi përpara. Absolutisht, sfidat, por fakti që po i afrohemi sfidave do thotë që kemi patur një progres të avancuar, kështu që është e pritshme. Po, është si puna e studentit apo nxënësit të shkollës që sa më afër je temës së diplomës. Që mësuesi thotë që shiko se je mirë, je i vëmendshëm në mësim, je aktiv, i përgjigjesh pyetjeve, por ama provimin ende se ka marrë. Dhe ky provim është sfida jonë e përbashkët. Për ta ruajtur këtë qasjen tonë entuziaste në absolut, dhe duke që kjo nuk reflektohet vetëm të qytetarët, por edhe në aspektin politik. Si mendoni ju, fakti që Shqipëria, edhe pse një nga objektivet kryesore është padyshim për shtetin tonë integrimin në Bashkimin Evropian në 2030-ën, por fakti që të gjitha projektet e zhvillimit janë të bazuara mbi këtë rend, le themi, të objektivave, mbi Bashkimin Evropian ose të NATO-s, si e gjykoni ju këtë? Gjykoj se është qasja më e mirë. Ja, pse? Sepse për ne, integrimin me Bashkimin Evropian është vërtet kryet detyra jonë. Ne çfarë kemi në Bashkimin Evropian? Kemi diasporën e re më të madhe. I kemi në Itali, i kemi në Greqi, i kemi në Gjermani, janë vendet të Bashkimit Evropian. Çfarë kemi me Bashkimin Evropian? Kemi tregtin, është partnerin kryesor. Çfarë kemi me Bashkimin Evropian? Kemi investimet. Vendet si Italia, Greqia, Hollanda janë investuesit kryesor tek ne. Qoftë edhe në nivel të apo Austria në nivel të tregut bankar. Kështu që është e domosdoshme që ne atje do shkojmë. Atje integrimi jon, aty nuk kemi vend tjetër ku të shkojmë. Kështu që kryesorja për ne, kryesorëve, kryedetyra është pikërisht integrimi, të futemi të gjithë me energjit komplet. Edhe opozita bën shumë mirë që çdo ligj në kuvend për integrimin e kalon dhe është tërësisht mbështetëse. Prandaj gjithçka, çdo lloj motori, çdo lloj duhet të jetë në funksion të këtij procesi. Po, energjia që mund të kemi t'ia japim atje. Kjo është, si thua, drita në fund të tunelit. Kjo është ylli jon i veriut. Sa më shumë të përpiqemi t'i afrohemi atij, aq më mirë do ndjehemi, aq më të ngrohtë do ndjehemi, aq më me perspektivë do ndjehemi. Sepse një vend të mbasi perspektivën është ndoshta gjë më e rëndë që mund të ndodhi. Tek ne, drita në fund të tunelit, ylli i veriut, perspektiva është Bashkimi Evropian. Jemi me fat jemi kaq afër,
pra që nuk ndodhemi në një zonë tjetër të rajonit të botës që këtë ëndër të bukur nuk do ta kishim. Por edhe impakti kaq afër. mirë që kemi marrë, që folim pak më parë, ndoshta është një tjetër element. Duhet ta themi në disa gjëra nuk jemi ende gati. Për shembull, ti e përmendë me të drejtë biznesi i vogël, që e vuan më shumë. Bujqësia, besoj që është një nga hallkat më problematike për të zhvilluar. Më delikate që kemi. Sepse ne dim që të paktën në vendet e zhvilluara të Perëndimit dhe të Europës nuk është në një rend autogestional dhe në mënyrë të vetë menaxhuar. Nuk kemi ne ekonomi të shkallës në bujqësi. Toka edhe atyre pronarve i ka një cop toke këtu në qendër të fshatit, një 3 kilometra larg, pra ende nuk kemi të përgatitur mjaftueshëm. Por ama, në rast se e marrim me këtë që ti e the me të drejtë, entuziazëm, pra të shikojmë gotën gjysmë plot, shikojmë dritën në fund të këtij tuneli, jam e bindur që këtë tunel do ta kalojmë shumë shpejt. Cili mendon se është testi i së vërtetës përballë Bashkimit Evropian, për sa i përket gjithmonë infrastrukturës? Pra, cila do të jetë prova reale që do të tregojë që infrastruktura jonë është në nivelin e tij të pritshëm dhe brenda standardeve të pretenduara të këtij procesi? Nuk ta thot, po ulëritse është kërkesa. Plotëso 2 korridoret. Korridorin blu, korridorin e 8. Aty, thot Bashkimi Evropian, Brukseli, unë të dua të punosh. Qofse merresh me gjëra tjera, haroje integrimin. Ti ke këto 2 detyra. Si vend i vogël, po që po ecën mirë, që je mësues, nxënës i zgjedhshëm dhe që po përpiqesh të mësosh. Këto 2 korridore në nivel të infrastrukturës ti duhet ti realizosh. Dhe jo vetëm, të mos harrojmë, korridor rrugor, korridor hekurudhor, korridor portual detar. Ke dhe atë energjetik dhe digital. Janë praktikisht 5 sfida kryesore në nivel të infrastrukturës dhe ndërlidhjes. Sa e rëndësishëm është fakti që të gjitha këto procese monitorohen nga Bashkimi Evropian dhe jo vetëm nga Banka e Investimeve, nga Banka e Ndërtimit dhe Zhvillimit. Pra, si mendoni, si do t'i kanalizojë dhe sepse është gjithmonë i rëndësishëm edhe një aspekt orientues për sa i përket projekteve strategjike dhe hulumtimit në një fazë të më përparshme dhe më pas edhe implementimi në mënyrën sipas orientimit që ata marrin nga këto institucione ose rende institucionale. Është garanci për ne. Pse? Sepse, ja për shembull, janë fondet në bypassin e Tiranës, në ato që quhet Unaza e Madhe e Tiranës, që është një nga veprat më të rëndësishme të infrastrukturës sonë rrugore. Aty ke fondet në Bashkimit Evropian. Ku është fondi i Bashkimit Evropian, është edhe drita, është edhe mungesa abuzimit dhe kuptohet as korrupsioni nuk mund të flitet, sepse rregullat janë shumë strikte dhe gjithçka bëhet sipas procedurave që të paktën ka me dekada Bashkimi Evropian që po i zbaton. Në çdo vend antar të tij, edhe në vendet kandidate. Kështu që gjykoj Legja se për sa kohë ne kemi në çdo projekt ton infrastrukturor kontribut të fondeve të Bashkimit Evropian, ti përmende Banka Evropiane për Investim, Banka Bergji, Banka Evropiane për Rindërtim dhe për Zhvillim, të gjitha fondet atje janë një garanci që ky projekt po menaxhohet mirë, po menaxhohet me përgjegjësi dhe urojmë të jetë në kohën e dur, sepse efektiviteti, pra realizimi në kohë është ajo çfarë qeverisë sonë, po edhe neve si qytetar na intereson më shumë se gjithçka tjetër. Ne e dimë që ka burokraci edhe Brukseli, dihet burokracia e vet edhe vonese në disa koordinime në disa gjëra. Por ama të kesh fondet nga Bashkimi Evropian është një garanci që procesi është tërësisht i drejtë, nuk ke nevojë që të kesh, si thua, fjalnaj ose tymnaj për gjëra që nuk të shkojnë. Ti përmende Kroacinë, atje janë 2 tunele binjak me tunelin e Llogaras, që sot është në fjalnajën krejtësisht për mendimin tim të papërgjeshme. Ato në kohën kur u krijuan 20 vite më parë, 21 vite më parë, 2003-2004, Mala Kapela dhe Zvet, kushtuan 137 milion euro. Sot me rritjen e kostove të ndërtimit të një tuneli alpin që shumë i vështirë për të bërë, do kishin kushtuar, po të ishin bërë sot, ose në periudhën 2021-2024, kur u bë tuneli Joni Llogaras, 422 milion euro. Unë jam ekonomist dhe ta them me bindjen më të plot, se i shikoj shifrat, shikoj edhe preventivat e dur. Prandaj, sa më shumë të kemi fonde nga Bashkimi Evropian, aq më shumë ne jemi të garantuar, jo vetëm për cilësinë, por edhe për mungesën e plot të abuzimit apo të ndonjë korrupsionit mundshëm. Si mendoni, në ndërtimin e korridoreve hekurudhore dhe siç janë Tiranë,
Rinas, Durrës dhe Durrës Prishtinë. A mendoni se Shqipëria do të futet në hartën hekurudhore të Europës? Mendoj mos. Në radhë të parë, koridori Tiranë-Rinas Durrës është një koridor i brendshëm i joni që i shërben ekonomisë tonë, por edhe turizmit, sepse ne shikojmë edhe për fluturimet në Rinas se sa vështirë kanë sot të dalin nga Tirana, të futen në Rinas, të hynë në Tiranë për shkak të trafikut të jashtëzakonshëm. Kështu që alternativa e hekurudhore do japi një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe njëkohësisht një ulje të ndjeshme kostove, që për qytetarët do ta ndjejnë shumë dhe do të ndjejnë shumë të kënaqur. Ndërsa koridori Durrës-Prishtinë hekurudhor do të jetë praktikisht një rilindje ekonomive tona kombëtare. Rilindje ekonomisë të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ne për te partneritetit... Do rrisi intensitetin e ndërveprimit pothuajse social dhe ekonomik. Social dhe ekonomik, por në radhë të parë të mallrave që shkëmbejmë me njëri tjetrin. Ne kemi me Kosovën suficit tregtar, pra çojmë më shumë atje nga sa marrim, dhe jam i bindur që edhe ekonomia kosovare do të përfitojë shumë nga ky damar hekurudhor që do të ndërtohet. Sa më shpejt që ta ndërtojmë, aq më mirë, jo vetëm për dy ekonomitë tona, por edhe për gjithë rajonin, sepse të mos harrojmë, në Prishtinë vjen shumë mirë koridori hekurudhor me Nishin, me Beogradin më tepër, apo më tutje, apo edhe me vetë koridoret me Maqedoninë e Veriut dhe me Bullgarinë Qinje. A mendoni se duke referuar këtij progresit të madh që Shqipëria po bën dhe do vijojë të bëjë në funksion të entuziazmit të madh, por edhe të objektivave kryesore për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, në harkun kohor të 10 viteve ose një dekadë do jetë një pikë shumë e rëndësishme për sa i përket transportit dhe energjisë në Europë, jo vetëm në rajon? Ka filluar të bëhet. Për shembull, nuk duhet ta themi sepse duhet të mirë kuptojmë edhe ekonominë më të madhe të Ballkanit Perëndimor, që është ekonomia sërbe, por Rinas ja ka kaluar në numër të pasagjerëve për vitin e kaluar Nikola Teslës, aeroportit kryesor të Beogradit, pra të Serbisë. Kështu që për faktin që ja ka kaluar si aeroporti ndërkombëtar i yni i një ekonomie që nuk është as e para, as e dyta, as e treta në rajon, në nivel të prodhimit që gjeneron, të vlerës së shtuar, apo edhe të tregut që ka, të qytetarëve që ka Shqipëria, tregon që vërtet po nisim të jemi një qendër rajonale. Në nivel të trafikut ndërkombëtar edhe rajonal, ajror, se s'bën jemi tashmë. Ndërsa në nivel të asaj që ti përmendë me të drejtë, trafikut portual, është Porto Romano që realisht është potencial i jashtëzakonshëm, por edhe këto dy damare segment hekurudhor që ti përmende. Gjykoj se shumë shpejt ti përmende 10 vjet, ndoshta edhe brenda 4-5 viteve të ardhshme. Sidomos po të përfundoj, siç është plani në 2029-2030, hekurudha Durrës Prishtinë, dhe në rast se edhe Porto Romanon e kemi gati nga 2030, urojmë të gjithë që ta kemi, në atë periudhë qoftë e pa plotë, se kanë patur edhe portet të tjerë të mëdhenj, që janë në zhvillim, me një pjesë, si thua, që është funksionale, të jemi të sigurt që Shqipëria, vendi ynë, jo vetëm që sot është qendër ajrore, por do të jetë shumë shpejt edhe një nga qendrat më të rëndësishme të rajonit. Portuale dhe hekurudhore ndoshta. Zhvillimi i infrastrukturës, cili mendon se ndikon drejt për së drejti përveç zhvillimit të tregtisë, por një nga hallkat ose disa nga hallkat e tjera të ekonomisë që ndikojnë në mënyrë direkte nga zhvillimi i infrastrukturës, qoftë portuale, qoftë ajo të korridorëve hekurudhore ose rrugore. Pra, tregtia është një ndër ato që zhvillohet. Çfarë zhvillohet tjetër? Të përmirëson standardin e jetës. Okay. Pra, në rast se ti dëshiron, ke familjen tënde, dëshiron të shkosh sa më shpejt në një vend për të pushuar, ose për takuar të afërmit, ose për takuar njerëzit me të cilët ti ke, kushëritë që i ke edhe larg Shqipërisë. Dhe kjo infrastrukturë ta mundson në një kohë reale të shkosh në rivjerën tonë të mrekullueshme, për shembull, apo të shkosh në Itali, apo të shkosh në Gjermani, ku kemi shumë nga diaspora e re e jona, atëherë të shkosh sa më shpejt me rrugët tona, të shkosh sa më shpejt me aksin tonë hekurudhor, kjo është përmirësim real i jetës sonë. Neve të mos harrojmë, na ka përmirësuar jetën Rinasit, ta kuptojmë shumë qartë këtë. Po udhtojmë shumë më tepër për shkak të kostove shumë më të ulta të fluturimeve. Prandaj po na vinë nga Mali i Zi, bën gjithë ato rrugë me
rrugore, është për të thënë të shkretër, po jo, se ata e kanë menduar edhe thonë nga Podgorica më kushton më shumë, apo nga Prishtina më kushton më shumë, apo nga Shkupi më kushton më shumë, dhe po vinë në Rinas. Atëhere, çfarë do të thotë kjo? Infrastrukturë më zhvilluar, Klegia, është realisht jetë më mirë për qytetarët tanë. Këtë kërkon Bashkimi Evropian. Jetë më mirë për qytetarët tanë dhe do doja që ta mbyllni me këtë fjali, sepse një nga disa nga mesazhet e shumta që marrim është si ndikon përditshmërinë e qytetarëve. Pra, për te zhvillimit të biznesit duan të ditë se si ndryshon dinamika e përditshme e qytetarëve. Tekja, lëvizja nga A-ja në B-ja, nëse shkon më shpejt, ty jeta të është përmirësuar. Pra, jeta cilësore që do bëhet për pas edhe facilitetet që do të vinë. Unë do doja që kjo bisedë të kishte vijuar më gjatë, por për shkak të kohës do të na duhet që të na ndërpresin. Kjo tregon që nuk do të jetë hera e fundit që ne do kemi kënaqësinë të kemi në studio. Faleminderit që ishit me ne. Së bashku ndahemi edhe këtu, ju le takim të martën tjetër në orën 20:00, si gjithmonë në ekranin e televizionit Skan.